kosove dhe balleve, Jehona e Dugaxhinit nga Klina, që në fakt Jehona e Dugaxhinit si emër është nga viti 1967, në të gjitha periudat mbeti vatër e rezistencës ndaj pushtuesit serb dhe një vatër ku të rinjtë e trejat gjetën motivacionin e tashnin për atë. Edhe sonte, do ta dëshmoj Jehona e Dugaxhinit me udhëheqës artistik Daud Gashin, që vërtet e duan Adeon, Klinën, Kosovën dhe figurën emblematike të komandantit ton, Muri Krasiqi. Do të sjell fillimisht Djellzona Çamil Behramaj një këngë për Klinën, më pas një voglushe do të vi si risi e këtij edicioni, Diana Berisha, për të sjellur këngë për Muri Krasiqin, edhe shoqëria nga Klina si Niko Qir, do të mbyllim programin me valle me motive tropojane, duke na thënë të gjithëve mirë se erdhët në Klinë dhe mirë se erdhët në festivalin I Këndojmë Liris edicioni 24. Mirëpresim Jehonën e Dugaxhinit.
Këndoj